Përshëndetje, unë jam Amori, sot e në orë me një Golf 4 1.9 TDI, vitit 2000. Sot kena me i shpjegue çka do me thonë TDI me 1 kuqe, 2 kuqe edhe 3 kuqe. Golf 4 që ka fillu më prodhu në vitin 1997, si pas ardhës si Golf 3-shit, ka vazhdu më prodhu në Evropë deri në vitin 2003, amo në Brazil, Afrikën e Jugut edhe Meksik, ka vazhdu më prodhu deri në vitin 2010. Kjo është pak ma modern, dizajn mrena më shumë elektrik. Në to fillim ka nisë më prodhu teknologjia e kambusit. Golf 4 është enorme variacione. 1.4 i benzin, 1.6, 1.8, 1.8 turbo, 2.0 edhe R32 me 3.2 liter, 241 PS, V6, kom bish për udhë. Çka na intereson neve ma shumë, një kon dizelat. Te dizeli 1.9 SDI ka fillu me 69 PS, e kena pas TDI deri me 150 PS. Tu është tru pyetja, a je me 1 kuqe, 2 a 3 kuqe? Golf 4 janë kjerre klasike, normal që janë vjetër. Të e kena të vitit 2000, edhe kjo ka problemet smujat e veta. Zakonisht, qëto këta ndryshin shumë. Që pjesën të guma, në fund që të ketë, edhe që kje qëto të dera e mramët. Po që e kanë halet që i bjenë më nësy për të keqë qëto. Që kje pjesa qëto i ndryshket mas shumë ti. Ka kjerë që e kanë këtë hapsin, që u prishet krejta këto. Kjo është të nresht, e ka brove në vendas 3, të është lastra e re, 2 prest i ka 2 ondë, i ka të nreshta. Këto pjesë janë 3 komplet, të të guma për para, këtë është e re, edhe është ngjyrast. Kjo mod më besoj që ndryshket. Golf 4 i ka vembëll, të i kena 330 litra. Mu më dzenë sa dush. Opa! Edhe për para, ka vembëll. Edhe pse nuk është shumë i përshtat shumë karrika, ka karrika pak vjetra, ama është mirë apet. Opa! Mropa në Golf 4 ka hapësi mjaftueshëm, për kom ka bëll, edhe nalt ka. Unë s'jam fort i got 1.75, ama unë s'u kisha nejt edhe në të gota. Për mrena, është këgja i përshtatshëm, valloni i vogël, kënena i kena dhe opsione, këto janë nxemjet karrikav, radia, klimatronik, 6 shpejtësi, dritaret me rrym edhe mrapa edhe përpara, ndërpresh si drita, edhe dheq, se sa hat. Po dole me provu pa kjerrin, edhe mujna me thonë që me 1300 kg, 130 PS, 310 Nm, qift rrotullus, ky kerr është këgja i fuqishëm. 0-100 shkon për 8.5 sekunda, edhe është ekonomik. Në 100 km mund është me qu me 5 litra. Nëse jema kursimtar, mund është hale ma pak. Po nëse jena në qytet, shambull, qytet normal që shkon ma shumë, shkon deri në 6, 6.2. Këto kjerë zakonisht shkojnë deri në 800.000 km, 700.000, ka dhe 900.000. Na e kena me 345.000. Nuk ju vynë shumë me mbojtje dhe më thonë. Serviset me i bo regullisht, pak diçka në rrim, nuk ka nevoj shumë investim. Këto kjerë jetojnë ma shumë se na, se ti, se baba jetë, se gjysh jetë, edhe ma shumë se shpia që jetën ti në to. Ky kjerë për fillestor është perfekt. Jo është për fillestor, por për ata që dojnë me qitë në përgara, me nreq. Normal turbina e këtyre kjerrëve është 1749, po ka që i ndroj me 1756, një interkuler ma të mirë, ose 2260. Me pak investim, veç me stejznish, mosh me qu dhe 185. Me investim ma shumë, mosh me shku 220-245 e ma tepër. Po si të shkojsh ma shumë, është rrezik se në kjerët vjetra. Edhe pse përballojnë, mund me i pëlqit klipat, mund me pëlqit diçka kryt të motorit ose diçka tjetër, po ma mirë është veç dhe në 200 PS. Nuk të vynë ma shumë për këtë kjerë, së është i letë. Jena mësu me po të dëjat nëshme, me një të kuqe 2 ose 3, ose pat kuqe heq. Qka do me thonë këto? Pat kuqe 90 dhe 100 PS, me një të kuqe turbo wastegate 110 PS, me stage lit e qojna 130. Të dëj me 2 të kuqe
që kena këtë është 135. Kë është ka turbën më të madhe, interkuler më të mirë, 6 shpejtësi. Edhe më i forti është 150 PS, PD 150. Ka të nasenet më të mira, injektor më të mirë, pistona më të mirë, turbo më të mirë, dhe ai më i forti është për dizellat që është prodhu. Po kujdes se ka që nuk e kanë heq, asnjë e qesin veç për stil, anë motor nuk kanë kur gjë. Për ju që keni Golf 4, komentoni çfarë motori ka, edhe sa kilometra i ka bo. Që dim ton, këto ki rejtojnë gjatë, dhe respekte për ata që vëzisin ale.